këto ditë zeza të kombit shqiptar, në këto ditë zeza të gjithë njerëzimit, le të themi, sepse errësira e kanë poshtur dritën fatkeqësisht. Fajtorët më të mëdhenj jemi neve, të gjithë si shoqëri njerëzore, të cilët jemi me atë shprehjen larg pragut tim, po kur vjen për mbytyja e madhe, nuk pyet ai uji për pragun tënd, për pragun e komshisë, por na merr të gjithëve zvarr. Rrofshim e qofshim në këtë 28 nëntor, që është përvjetori i Shqipërisë njëherë, më pas Tru Podcasti që është nën produkt i Shqipërisë, nuk ka rëndësi Tru Podcasti para Shqipërisë. Uroj që për herë të parë në jetën tona, dhe këto e kam pa sarkazëm, pa fyrje, pa injorim të njerëzve, uroj që të na hapen syt dhe të kuptojmë që Shqipëria është e gjithëve neve dhe ne nuk mund të jetojmë do të lumtur kur nëna jon, Shqipëria, është e smur dhe po përdhunohet nga një band kriminale jugofile, e cila ka kapur për më shumë se 90 vjet këtë shtet dhe po na trajton neve si sklever, kur në të vërtetë jemi padronët e shtetit ton. Ju dua shumë të gjithëve, paqit dhe dhënçit, paqit fat në familjet tuaja, mësojeni fëmijëve shqipen, mësoni ta shkruani edhe vetë shqipen, sepse do vi një ditë, ndoshta jo nga shqiptar, por që kjo gjuha shqipe do jetë një nga gjuhët më të forta të botës, dhe për këtë fatkeqësisht po punon Harvardi, Princetoni, Yale, sepse duan të zbërthejnë arkifaktet e vjetra. Dhe shqiptarët çfarë bëjnë? E dini vetë juve çfarë bëjnë.